Vetëm 20% e strukturave akomoduese që funksionojnë në qarkun e Gjirokastrës janë të licencuara. Ky lajm bëhet i ditur nga kryetari i shoqatës hotelerisë në Gjirokastër Gentian Bineri. Një shifër të përafërt mund të jenë rreth 100 të licencuar. Kurse po të hapësh faqen e bookingut dhe të shikosh pronat që janë të deklaruara aty, të cilat afrojnë akomodim, janë mbi 500. Që do të thotë me një llogari të thjeshtë, janë mbi 400 njësi akomoduese, flasim për guest house, të palicencuara. Dhe shteti ka llogarinë e vet se do të mbushi buxhetin. Kurse për ne është një konkurrencë pa drejtë, jo se kemi drejt për drejtë. Ne si hotelet e mëdha punojmë më shumë me agjenci dhe nuk është se na konkurrojnë guest house-et. Por normalisht ato detyrime që ne paguajmë në bashki për drita, ujë, ndriçim, pastrim dhe çdo gjë tjetër, vjen në shërbim të gjithë komunitetit. Dhe nuk është e drejtë që 100 biznese të paguajnë për 500 në total tjetër. Duke u kujtuar edhe taksën mbi çmimin e deklaruar nga klienti që do të mbahet nga platformat nëse do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë informale, Bineri u bën apel administratorëve të këtyre njësive të përfitojnë nga politikat fiskale që sipas tij janë favorizuese dhe të ligjërojnë aktivitetin e tyre. Momentalisht shteti politikat fiskale i ka shumë favorizuese. Dhe është gjynata ankohemi pasi nëse një biznes që të hap një guest house regjistrohet në organit tatimore, paguan vetëm sigurimet e veta. Para 2 javësh, administrata tatimore ka nxjerrë ligjin që gjithë këto biznese, të cilat bashkëpunojnë të paguajnë tatim në burim 15%, e cila është një vlerë e konsiderueshme dhe rëndon goxha financat e tyre. Dhe çdo kush që bën të paktën 10.000 euro xhiro, e ka shumë të lehtë financiarisht të licencohet dhe të paguaj sigurimet e veta, besoj që dhe e një detyrim bashkie vjetor, se sa të paguaj 15% shtesë te bookingu, te tatimi, përveç tarifës së vet, do paguaj edhe shtetin si tatim në burim. Zhvillimi i turizmit në rajonin Jugor ka bërë që sipërmarrja të shtrihet në fushën e akomodimit. Në bashkinë Gjirokastër vetëm gjatë 2024-s kanë hapur dyert për vizitorët mbi 90 bujtina.